Natyrisht do të jetë një garë shumë, unë e kom qujtë dhe vazhdoj ta quaj referendum popullor, edhe pse dalja shtetarë nuk ka me qenë më e njëjta, ka me qenë një dalje më olte shtetarë, për 35% ikon s'do të ketë dalje më të madhe, mirë po dihet edhe arsyet. Pse diaspora nuk është më fuqi politika që e madhe sa po këta pa, sepse u pa në shkurti tregoj shumë qartë se shpërndarja votës ndodhte këto, ka ndodhur edhe më herët, edhe kur kam qenë pjesë e institucioneve zgjedhore, dhe kur e marrë me zgjedhje, se më shumë t'i ka rënë më marrë me zgjedhje me organizata ndërkombëtare. A do t'jetë vota diasporës e njëjtë, se për zgjedhjet lokale me nacionale? Kisha pas dëshirë me interferu që pak. Nuk e shoh politikën veç si biznes apo shërbim. Mendoj se politika është edhe mision, politika përbohet edhe për ideale. Politika në sistemin e tregut ekonomik, sistemin shtetëror është shërbim për qytetarin. Nuk ka kurrë tjetër. Jo, nuk mund të jetë veç si shërbim, apo një shërbim që je të shërbim, ti je shërbëtori qytetarët, se ki taksat e mia i merr për me shërbim, ti nuk je. Edhe diçka tjetër atë. Edhe po vazhdojmë me jo, nuk shihet ashtu. Domethënë, jo gabim e ki, atë ki probleme shkollimin. Jo, s'ka problem as pak me shkollimin institucional. Një parti politike llogaritet si